apo ja vjedh Kosova Zvicrës një kampion si Valmir Matoshi. Valmir Matoshi është kthyer në një nga historitë më të bukura të sezonit, duke udhëhequr FC Tunin drejt titullit kampion me paraqitje breslënse javë pas jave. Me sushorin 22 vjeçar i rritur në këtë klub që nga mosha 11 vjeçare, po jeton momentin më të madh të karrierës, ndërsa skuadra e tij është shumë pranë një suksesi historik. Statistikat flasin qartë: 5 gola dhe 4 asistime këtë sezon, duke u shndruar në një nga lojtarët kyç të ekipit. Por pavarësisht formës së jashtëzakonshme, telefoni i tij ende nuk ka rënë nga Murat Yakin, trajneri përfaqësues së Zvicrës. Nga ana tjetër, situata mbetet e hapur edhe për Kosovën, pasi vetë lojtari ka konfirmuar se nuk është kontaktuar ende nga askush dhe dëshiron t'i mbajë të gjitha opsionet e hapura. Interesimi për të nuk është i ri, pasi dikur edhe Juventusi kishte shfaqur dëshirë për të transferuar, por Matoshi vendosi të qëndrojë dhe të ndërtojë rrugën e tij në mënyrë të qëndrueshme. Tani, ndërsa forma e tij po arrin kulmin dhe vëmendja po rritet, pyetja bëhet gjithnjë më e madhe: kush do ta fitojë këtë garë, Kosova apo Zvicra?